Комисия. Понимаем, что есть пара информативных дебатов по теме теория дует как стейка континент на раз оценили ситуацию контора, да не надо се чевия на орган екзекутив. И цели копер determine брой поглед пресус от зет поглед теми ка полим просто по интернет и монотицно сигурни контора. Пресус аж нет информирани публик и цели што пак контролуша. Да jemi të folë për rastet cënimit të sigurisë kombëtare pas sulmeve terroriste, do të thonë rastet të sulmeve terroriste. Kriteri jonë është parandalim i eskalimit të situatës, i cili mbrohet shumë mirë prej tri argumenteve tona kryesore. Argumenti i parë, i cili është roli dhe efekti i internetit sot. Mas pari jemi ka dojmë me tregu se pse interneti ka një interes dhe një rëndësi kaq të madhe edhe dallimi mes internetit dhe televiziunit. Mas pari televizioni është një mjet i komunikimit, i cili dhe informimit për qytetarëve, edhe me anë të tij, domethënë që këta gazetarë dhe personat të cilat punojnë në televizione kanë politika reduktuese, të cilët nuk kanë drejt me shfaq çfarë do informacioni nëpër radio dhe nëpër gazeta që kanë kjo. Kurse në anën e internetit, interneti është i pakontrollueshëm, kjo vërtetuar edhe me rastin e shumë disa lloje të programeve të cilat janë si sopa ose akta të cilat kanë dështuar. Tashti, interneti është i pakontrollueshëm edhe në internet secili prej personave mundet me hedhë me çfarë do informacioni edhe në raste të frustrimit ose në kohën e gabuar edhe në vendin e gabuar kur personat janë të frustruar dhe janë shumë gjatë çfarë do informacioni i cili mundet me dalë në internet mundet me ndikuar shumë në mënyrën se si këta persona gjykojnë dhe mënyrën se si ata shohin situatën. Pra, kjo është ideja se si ndikon interneti. Në kohën për shembull kur kemi rastin e Londrës gjatë së cilës është vendosur një bombe dhe në trena ku ka pasur aty persona të krishterë, atëherë në Londër dhe që ato raste më bën pas dalë informacioni, faktikisht këtu ka pas të vrarë fëmijë gra. Edhe nëse në ato raste ishte dalë në internet një informacioni se shkon se muslimanët kishin vendosur këtë bombë atëherë çka kishin ndodhur realisht, është puna që njerëz kishin qenë të frustruar për arsye se i kanë humbur pjesëtarë të familjes së tyre dhe ishin dalë edhe kishin mundur mja bëu të njëjtën gjë që u ka ndodhur muslimanëve. Paramendoni këto që se kishë ndodhur një vend se i ka probleme etnike, siç është rasti i Maqedonisë, ku kemi 45% shqiptarë dhe 55% ato të cilët janë maqedonë. Ideja është nëse gjatë këtyre rasteve kishin vdekur shqiptarët dhe ishte dalë informacion në internet dhe kishin thonë që kishin bërë Maqedon, atëherë shqiptarët ishin një farforme të frustruar dhe gjatë nxehtë dhe ja kishin kthy Maqedonët ja kishin kthy shqiptarëve dhe situata kishte eskaluar në përluftë civile. E gjitha kjo vetëm për vetëm asaj se interneti ka pasur një keq informim, i cili mundet të bëjë shumë lehtë me atë ndaljes së informacionit dhe ndaljes së internetit. Argumenti jonë i dytë është informimi në kohën e duhur edhe në vendin e duhur. Ideja është se duhet të ndalet interneti për kohë të caktuar, kur kemi raste dhe situata që mundin na eskalojnë këto e vendos qeveria. Situata pas ndaljes së internetit ka më konë që personat kanë më konë shumë gjatë nxehtë, por në njëjtën kohë ka ndodhur dhe informimi i tyre për arsye se kanë më konë televizione të cilat kanë punu, edhe këto televizione normal që kanë më dalë informacione të cilat një farforme kanë më konë edhe kanë më jap arsyeën se pse u dalë interneti, ku ka më tregu se ka pasur video të pavërteta, të cilat kishin mund të ndiku te mënyra se si gjykojnë njerëzit, edhe në anën tjetër kishin treguar çdo raste, për shembull të rasti i Londrës ose në rastin e Maqedonisë, që nuk e ka bën një shqiptar, por ka qenë një problem, edhe janë ka mirën masa dhe populli kishte pasur shumë ndryshëm për arsye se vetë gjykata po e bujnë punën e tyre dhe përshtin ka persona të cilët kanë kryer krime, përshtin në burg. Edhe për këta populli kishte parë pak më ndryshe për arsye se kuptojnë se ka masa të cilat njërin nga populli pa të dhënat nuk po fshihen, por ato vetëm paraqiten në kohën e duhur edhe në vendin e duhur në këtë rast në televizione. Masanaj dojmë të tregu se qëllimi e arsyeton mjetin, është argumenti jonë i tretë, mbas se kemi të tregu se liria e shprehjes ka, domethënë ka një rëndësi shumë më të vogël sa siguria dhe liria e shprehjes gjatë tërë kohës, është ajo e cila cënohet në raste kur kemi të bëjmë me siguri.
E kemi marrë rastin e doktorave edhe rastin e zjarfisave si raste paralele, të cilët e shpëtojnë jetën njerëzve për arsye se kur kemi probleme me sigurinë mas pari cënohet jeta e njerëzve. Tashti kur kemi doktorët dhe zjarfisët janë ata që të shpëtojnë jetën e popullatës, ata nuk kanë drejtë më shumë greva për arsye se konsiderohet që gjatë asaj kohe mundën më shkaktu probleme edhe gjatë asaj kohe është jeta e personave cila vihet në këtë pyetje. Në anën tjetër është edhe semafori. Semafori është rast konkret në bazë të cilit liria e televizorit nalet në mënyrë që mbrojt siguria e këtyre personave. Edhe të njëjtën sanin ata duhen bëna edhe me internetin që më ndalin internetin në kohën e caktuar. Në mënyrë që më pas informacionet me dalin për televizion edhe populli mi marrë këto informacione në vendin edhe në mënyrën që duhet mi marrë këto informacione. Ideja është që gjatë kësaj kohe interneti faktikisht paraqet në lirit të shprehur për kur vjet puna për mi krahasu lirinë të shprehurit me jetën e disa njerëzve që nashta mujnë me hub si rezultati i eskalimit të situatave atë të herë të tonë e dijem që siguria është shumë e rëndësishme dhe kërkush nuk ka më anku që një javë nuk ka më mujtë me najnë internet ose me hinë internet për arsye se gjatë tërkohës ata dhe janë të informuar për nuk pëndorin liria shprehjes, as nuk besinohet ajo për arsye se për ato video ata kanë më informu ma vonë dhe këto raste konsiderohen se janë raste që të cilat interneti duhet më nalë për arsye të cënimit të sigurisë kombëtare. Interneti ka një rol tjetër të rëndësishëm çdo raste për arsye se vetëm një keq informim i vogël mund të më shkaktojë në eskalimin e situatës, gjasë se javë mund të humbë jetën e njerëzve. A ka raste ku cënimi i drejtëve dhe lidhjes tyre ka më çu drejtën e rrethin personave të frustruar të tonë? Po thamë që nuk kam mëshu për arsye se shta persona në fundit kanë informu me anë të televizioneve dhe ku më tregu arsyeja pse u nal interneti për të mirën e tyre edhe sigurinë e tyre. Çish po tani mi siguru, mi kontrollu këto televizione dhe radio? Çish po tani mi kontrollu? Çish po tani mi kontrollu që mi jap informacionin e drejtë? Informacioni i drejtë më japën kohën e duhur, faktikisht nuk është kontrollu ky vetëm finalin atë kohën nëse ti suspendojmë atë kohën gjatë cilës kanë informuar këta persona dhe përpunojmë që më informu personat pasi kalon në ajo kohë ushtrimit të në, do thonë për ata e gjashtë. Që kontrollan televizionet dhe radio, që ato më japë informacionin e gabuar për dhe sa shkutohet? Informacionit është etika dhe ligji i cili kontrollon këto për arsye se televizion nuk mund
A ka drejtë fundit për vendimin e vet. Se fundit për shkak të internetit, për shkak të shërbimit internetit dhe shtohet. Po thamë që interneti faktikisht na shpreh lirinë e shpresë, por bëma krahasimin mes lirisë shpresë dhe sigurisë kombëtare, në këtë rast të siguria kombëtare është tepër më e rëndësishme. Pra nuk është funksionohet liria e shpresës. Deri në një pikë asnjë ka persona kanë më informu prapë. Infatti, po duhet të ndërtihet që në internet a blen produkte, a blen produkte në internet. Po ka raste të tjera. Atëherë çto produkte a kemi bler përmes llogarive, cilat kanë lidhje me llogaritë tona bankare. Po besoj. Atëherë apo i ngrin gjitha llogaritë bankare dhe faktikisht po i ngrin bankat. Nuk ka lidhje as pak në atë raste kur jena ka folur për jetën e njerëzve, edhe ngrirja që aty në llogarive të bankave ka më shumë për një kohë shkurt gjatë cilës mundet më të su situata. A nuk mendoni se kjo ka më shkaktu mjaft humbje të persona? Humbje më e madhe shkon humbje e jetës së njerëzve, qoftë që në jetë 2, 3, 10. Po shto video që po thoni kanë më shfaqur në internet, shto video, qasja e shqiptarëve ndaj shtyre videove ka më qenë interneti si lo bëu për që të punë me pas përseme. Falë se kuptova këtë. Interneti është do me thonë është bu për mi po dhe mi pas shasje qytetarë të çdo informacion i rrjedhshëm dhe mi pas të një qërinë se a i po një qytetarë kanë me pas liri shpresë një parforme për arsye që ato informata kanë marrë, po thojmë edhe një herë pas televizioneve, vetëm koha kur kanë marrë të më konë ma vonë derisa që sot situata që të disa. A mendoni që do me thonë me ndaljen e internetit për një kohë caktuar, që ka më çu jo vetëm në humbjen e gjithras bankave, por edhe shënimin e shqiptarëve dhe gjithashtu cënimin e drejtësisë, të 3 pika cënimin e lirisë shpresë. Po tham për 3 pika që po i humbin si ka Okej. Përshëndetje gjithëve, ndoshta vani nuk po çu si barë, s'ka negative, jemi tjetër të debatu për temën qeveria do të ketë drejtë të ndalë internetin në rast të cënimit të sigurisë kombëtare, pajtohemi plotësisht me definimet që na jep pala afirmative dhe pajtohemi me debatu për rast të sulmeve terroriste. Pajtohemi edhe me kriterin e tyre që dëshirojnë me parandalu eskalimin e situatës edhe me ruaj gjendjen e qetësisë. Mirë po, 3 argumentet e tyne, ata asnjëherë nuk na treguan realisht se ç'ka murujt edhe sa rreth të rëndësishëm ka interneti për me ruaj gjendjen e qetësisë edhe mos me leju që situata me eskalu. Në argumentin e tyne të parë, na thanë se personat që janë frustruar për atë sulmeve terroriste, në momentin që i shohin ato pamje në internet, do të thonë kanë frustruar dhe mund të nxit një dhumë të atyne ose një reagim të atyne. Mirë po pikërisht ndalja e internetit, që të frustrim tyne ka me bërë 2 fish më të madh. Çka ka ndodhur me ata persona që masë të marrin vesh që kanë ndodhur një sulm ndaj shtetit tyne dhe ndaj tyne, ata nuk kanë qenë të informuar dhe nuk është lejuar të informuar për ta dhe ju kanë ndaluar drejta e informimit. Ata njerëz që kanë frustruar për sulmin dhe për mungesën e sigurisë që ju ka ofruar shteti, u kanë frustruar edhe për liritë që shteti ja ka marrë atyne me pas drejtën e informimit të ditë lirë dhe me shpreh lirë ato që kanë mendojnë. Këtë rast më morën rastin e Londrës, më thonë, ku pikërisht rasti i Londrës është më i miri për me tregu klasën këto raste që populli kur ka pas qeveria ka vepruar gabimisht me protestuesit, atëherë për mi mbrojtje drejtat e tyne, ata janë çuar në reagime edhe më të mëdha. Në qoftë se qeveria e kishte ndalë internetin, në çatë rast, atë populli asnjëherë s'kishte marrë
si shme kuptu para dhunën që kanë ushtru policia ndaj protestutëve. Argumentin e tyre dytë që ishte informimi në kohën e duhur, na thanë se vetëm qeveria ka me vendos se kur është gjendja e tamam për me vepru kështu. Kjo na jep dyshimet se ky rast edhe mund nuk është përdorur për qeverisë, se është për shembull rasti kur njerëzit nëpërmes internetit shprehin mendimin e lirë tyne për ato se çka ka ndodhur jashtë, për ato sulme, nëse domethënë qeveria i kontrollon radiot, televizionet dhe gazetat, të janë ta lënë njerëzve me shpreh mendimin e tyre edhe me tregu informacione që ata mundin me pas ose me emru dikon tavën tyre përmes internetit për gjendjen që po ndodh. Po ashtu qeveria mund të shpërdorë këto për shkak se ajo edhe mund me animu sulme terroriste pa qenë afare, në momentet kur e sheh që përmes internetit po arrihet një mobilizim i madh, për shkak se në ditët e sotme roli i internetit në shoqërinë aktive, mobilizimi në shoqërisë aktive për me reagu për ato se çka nuk i pëlqejnë qeverisë, është shumë i madh. Edhe shumica e ndryshimeve të cilat vijnë në shoqërinë aktive, siç janë vjedhjet e protesta ose reagimi tyne kundër diçka që nuk pëlqen, siç është rasti i protestave kundër shtetëtimit të rrymës të Kekut, në konkret kjo bëhet përmes internetit, dhe interneti është vjeti më i mirë në kohën e sotme që njerëzit mund mobilizu dhe shoqëria me pas drejtën e fjalës së lirë dhe me reagu për ato që nuk i pëlqen. Në rast të tillë kur qeveria ka dashur mi mshef gabimet e veta, është rasti i George Bushit i cili e ka ndalë internetin për 2 ditë, në rastin kur janë kthyer ushtarët e vdekur prej luftës. Për mi mshef gabimin e vet edhe vendimin e gabuar për me shku në luftë, edhe për mi mshef popullit se çka vërtet po ndodh atje, ai vendosi që me ndalë internetin tu arsyetu se ndoshta domethënë kjo mund të nxit ata për me reagu më keq. Në argumentin e tyre tretë, që thanë qëllimi është të tonë jetin, ata na treguan që siguria është shumë e madhe se sa liria e shprehjes. Mirë, po në këtë rast nuk na treguan asnjëherë se sa interneti është i rëndësishëm për me mbrojtë sigurinë. Po mendojmë që interneti është një mjet shumë i vogël i cili mund të pasë ndikim për me rujt sigurinë, për shkak se mënyra se çu mund të ardhi aty, ata na thanë se është vetëm për shkak të frustrimit të këtyre personave, të cilët mund me gjyku me gjaktësi. Edhe na mos mi dhan këta persona me gjaktësi. Për ta na mos mi dhan këta persona me gjyku dhe me reagu ndaj atyre veprimeve, kemi të regu përmes internetit që ju nuk jeni të aftë nështë me gjyku drejt dhe që direkt një paragjykim për ta persona që është një rast 50% nështë ata reagojnë, nështë nuk reagojnë dhe nuk është një argument i fuqishëm për me tregu që interneti është i rrezikshëm. Po ashtu, në argumentin e tyre tretë përmendën se zbohet kur gjatë nëse na e ndalim internetin për një javë, për shkak se mund të ma vlej babi sot, ma vlej mas një javë. Mirë po, se sa është i rëndësishëm interneti në shtetin e sotëm dhe lidhet me gjitha funksionet e shtetit, po i më të rëmumë një shambull shumë tjerë. Janë 3 shtylla kryesore të shtetit, sa të janë të lidhta direkt me internetin. Janë bankat, janë administrata edhe është ushtria. Në momentin që ti po i ndalësh internetin e paralizon komplet funksionimin e shtetit çdo 3 shtylla. Domethënë, vetëm se ti je sulmu prej terroristave në këtë rast, domethënë ti je sulm jashtëm, ti po paralizon edhe shtetin tonë prej brenda, tu ja pa mundësu qytetarëve llogaritë e tyre bankare, tu ja pa mundësu ushtrisë komunikimi mes bazave dhe mes internetit, edhe tu ja pa mundësu çastin administratën e shtetit. Atëherë, po mendojmë që çdo 3 shtylla kryesore do të mburojë edhe e drejta kryesore e qytetarëve, e cila është në rastet e sulmeve terroriste, është ata me pas drejtën e informimit, edhe mu shpreh për krejt ato se çka është ndodhur jashtë tyne, edhe jo që ata me pas një vakum mungesë të informacionit, për shkak se edhe mjetet televizive, radio dhe gazetat, nëse po flasim për shtete demokratike, nuk e kanë drejtën që ata mu kontrollu. Edhe informacionet që mund të jepen në internet shumë lirisht mund të edhe në televizion, për shembull është rasti kur ka rasti i KTV-s në interaktiv ku jepet një video në cilën shihet një person i cili e ka gjetë personin zyrtar ose në punë i cili nuk ka në krye të detyrës vet, dhe një video e tillë është dhënë pa u menduar më tepër. Faleminderit.
Po mendoj që mund me ekzistu teori konspirative edhe shteti me mendu që ka një sulm terrorist, me paraqit ata për shkak se populli po i ndalohet që ata komunikuar me vetë. Apo mendon se populli çaj bëgoj se s'mund të dalë një sulm terrorist? Por derisa ju konsideroni që ai mund nxej çaj shpejt, vetë po një video ato konflikte. Ok, perfekt. A dini se detektiva nuk kanë drejtë me gjykuar në raste personale, për zonë në raste të volumtime për arsye që nuk konsiderojnë njerëz që kanë ta ose që kanë drejtë. Detektiva? Po, edhe janë profesionistë në shumën e tyre, edhe prapë se prapë nuk që kanë drejtë. Edhe që kanë dalë dot, Jo, s'mund. sekretist. Ok, faleminderit. Po të ndalë edhe ne çka konsideron fjalë të tij, edhe çysh se nuk që për Relia jote me shpreh mendimin kundër asaj që po ndodh, ka për të pas drejtë ata që mund të shtohen. pa marrësh andikon sigurinë e tjerëve ose në jetën e tjerë, apo? Derisa ti nuk i cënon ata, sigurisht që jo. Derisa nuk i cënon, kur i cënon, çfarë më mos e? Po mendoj që për mes fjalës të tjera është shumë problem me cënuti kanë. A më shumë kanë thu, a keni një në rastin e Londrës konkret që kanë ndodhur që shku situata? Mendoj që ka bërë raste që shena aty, Jo veç a ke pandemik. Primi aty në qytetarëve, kështu që dy fish më madh. A den pandemik. A den që ndonjë njerëz në rrugë dhe garë muslimanëve që kanë shkuar internet që muslimanët kanë bërë krimin, kanë rrek gra, kanë rrek mi, kanë rrek njerëz kur parkohen nga mos për punë. A është ky problem është mendje e shnoshë që nuk u ndiku për emocione e hiç? A mos e kanë thënë se? Po më shkjo të keqe, ana do të tremë po, që ky sa është i keq, edhe jo më me fshetë janë në internet. Të po çka bu faktikisht që sonon drejt, domethënë njerëzit pas kanë qenë drejt për të komunuar çnosh në disa raste, apo kur paraqiten stane dhe krimet që mund të Jo, që në internet domethënë na nuk shkojnë. Apo të ka dhuar dhe rastin në fakt dallimin që është mes internetit dhe radios edhe televizionit dhe gazetave. Mendoj se internet mund të shpresë cili mendimi për ato që po ndodh, por se televizion, radio i kanë spjeguar ato Ata kontrollojnë, apo? Po sigurisht. Se pas kanë qenë në qeverisë, vjen që kanë qenë me çdo qeveri ato me thonë se sa doktora na, apo vjen që po kontrollojnë atë televizorin e qeverisë. Që do me që përmene që ka shpon që të qeveria pas ka qenë... Ka drejt me Aha, do me thonë për ndikojnë ka politikë televizionit të qeverisë. Po jo pas që është i kontrolluar. Po na thamë që nese, ajo për ma mund. O të më ka dhurë për punën e Rosit, do që përmene. A u morë vesh informacione? George Bushit, puna aeroportit Dover. A u të më ka dhurë që informacion që puna, a u morë? Aja është konsideru si informacion i shet, për shkak se na bëjmë se nuk do komentare, që na mund me pas aty u bashkë me tregu që Bushi komplet reprimet e tij ato gabon. Faleminderit. Do të thonë po shtat për shtat tek e morë informacione dhe të vjen që pas ka ndodhur se apo? Po. A ke ditë ndonjë kush protestë së nëse apo të gjithë Po dhe kujt. Kundër çështë protestë ose kundër që vjen njerëz që pas kanë vdekur. Mendoj që Bushi është një president avanturier në Amerikë për shkak të saj. Faleminderit. Dina
Të nderuar gjyqtar, të nderuar falja ime afirmative, të nderuar falë negative. Unë jam palës afirmative Andi Beleku, dhe të diskutojmë për temën qeveria duhet të ketë drejtën të ndalë internetin në rastet të cënë siguria publike. Argumenti jonë i parë ishte pra roli dhe efekti i internetit, për cilën fotësi e parë mundua ta shpjegoj shumë mirë se çfarë ndikimi ka interneti në ditët e sotme dhe sa frustrim mund sjell ai në xhirin e popullit pra, nëse publikohet ndonjë video apo nëse publikohet fakt një fjalë e cila do të ngjallte frustrim, atëherë kjo do të shkaktonte probleme shumë të mëdha. Para se ta elaboroj argumentin tim, do të po ju tregoj që ne këtu nuk po flasim për protesta, ne jemi shumë pro protesta, për shkak se protestat e vogla, për shembull protesta e Kekut nuk e cënon sigurinë kombëtare, ne po flasim për rastet kur me të vërtetë cënohet siguria kombëtare. Rast kur është cënuar siguria kombëtare, për shembull e kemi rastin në Londër, kur për shkak të publikimit të disa materialeve në internet të vrasjes së disa persona është kriju bindja që populli islam, gjithsesi islamët në Britani të Madhe po vrasin njerëz edhe nëpër rrugë kanë dalë dhe i kanë vrarë fëmijët edhe i kanë maltretuar realisht gratë dhe fëmijët islam që i kanë bërë për rrugë. Te rasti i Londrës, pra kjo ka mujtë me qu jo vetëm në një incident të brendshëm edhe cënim sigurisë kombëtare, por edhe në cënim të sigurisë globale dhe në rritje të problemeve mes këtyre dy popujve. Çka do veç paramendoni se çka mundet me ndodhë në Maqedoni kur një faqe macedone publikon një lajm me të cilin thotë që ka ndodhur më përpara, thotë kemi me dalë me rre krejt shqiptar cilët janë shqiptar dhe vetëm se janë shqiptar, edhe me dalë edhe me rre dhe me ndodhë për një përleshja që madhe, e cila me të vërtetë do të cënonte sigurinë kombëtare të Maqedonisë. Të argumenti jonë i dytë, informimi në kohën dhe në vendin e duhur, ne nuk po themi që qeveria mund ta kontrolloj, qeveria direkt e kontrollon televizionin ose gazetën, por nëpërmjet ligjeve dhe politikave redaktuese, qeveria nuk i lejon që të publikojnë lajme të cilat e dëmtojnë direkt qytetarin e vendit ku do të publikojnë këto lajme. Ndërka që në internet nuk ekziston asnjë politikë e cila ta lejon ose nuk ta lejon me paraqit informata të ndryshme të cilat nuk dihet a e cënojnë apo nuk e cënojnë sigurinë kombëtare. Pra, secili person i cili në rand parë shenjë informat do të ndikohet fillimisht nga emocionet të gjithë njerëzit kemi shpirt edhe në rast kur cënohet diçka që ne e dojmë shumë, ndikohemi nga emocionet edhe ndoshta mendim të parë nuk e vlerësojnë që i drejt ose pa drejt me reagu ndaj diçkaje, por me njëherë na shon mendja që duhet me ndërmarrë diçka edhe me bë diçka keqe, siç është me dalë edhe me i ngusë njerëz në
të rrugë para bo kurzesh, vetë se dikush pjesëtarja ati komuniteti e ka boni informatë, ka boni informativ. Të rasti detektiva, detektivët në rastet kur në rastet të takojnë me çështje të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ndjenjat e tij personale apo që lidhen direkt me familjen e tyre, ata nuk lejohen me gjykuator, me investigator raste dhe kështu prapo e lidhje me faktin se emocioni mundet me çuar edhe në veprime të pagabuara. Sa i përket kontrollit të qeverisë në media ne jemi totalisht kundër, por në rastet kur cënohet siguria kombëtare, interneti si formë komunikimi duhet të ndërpret. Sa i përket informatave rreth presidentit George Bush që kanë ndalu internetin për 2 ditë sa ka zgjatur ceremonia e varrimit për ata ushtarët e vrarë, prapë se kjo informat ka dalë, edhe pse është kualifikuar si një informat shumë e rrezikshme për të publikuar, prapë se ka dalë. Kjo do të thonë që të poshtë me një faktin se qytetarët nuk do të jenë të informuar, por thjesht do të informohen në kohën e dur për t'u shmangur problemeve të cilat ndoshta në një përhapje të caktuar do të cënonin sigurinë kombëtare. Te pika e tretë, ku ne thamë se qëllimi arsyetën jetën, pra është shumë e rëndësishme liria e shprehjes, por më e rëndësishme është jeta e njeriut. Liria jote përfundon aty ku fillon liria e tjetrit. Dhe në momentin kur ti me një fjalë e cënon lirinë e një personi apo e cënon lirinë e një populli të tërë, atëherë është një kërcënim shumë i madh dhe duhet me mendu shumë mirë çka po flet, edhe duhet me ditë që do të cënohet liria e shprehjes. Edhe se ma pore, si që thamë, të acenojnë lirinë e lëvizjes kur është për të mirën tënde. Sa i përket ndërprerjes së punës së bankave dhe të administratorëve, unë mendoj që këto çështje as nuk duhet diskutohen, sepse në rastet kur cënohet siguria kombëtare nuk pyeten as problemet ekonomike as kur gjë, sepse jeta e njeriut është shumë e rëndësishme se sa ndoshta 1 milion, 2 milion ose 1 trilion euro të cilat vinë në fond të Dalja e internetit në rastet kur publikohen informata të cilat do të dëcënojnë, për shembull, publikohen materiale fyse për të cilat kanë me pas ndikim për një grup caktuar njerëzve, i cili është relativisht i madh në hapësirën e shkak se ju zgjan emocione aty apo? I zgjan emocione personit që është edhe mundet me çfarë. Jo vetë thani që na ta ndalej ti me mendu kundër, nëse ti më prish emocionet mua ose më bën mua. Nëse cëlon lirin në rastin e Kosovës 2 milion njerëzve duhet me ta ndaluar edhe me mendu. Okej, po në rastin kur ne shoh ekipin tan të hup, në emociona dhe nxejna, apo dalin ai nolës të videos, to na emocionojnë sigurinë kombëtare. Po? Humbja e ekipit tonë nuk e cënon si. Po më emocionon nuk që ne mos ta. Cënon si po jo si. Okej, po emocionet e mia po konsideroni si vjet që mund të cënu sigurinë kombëtare. Emocionet e një grupit njerëzve, jo veç tuat. Nëse bëhen edhe 50.000 vetë që mendojnë se të janë. Po bëhen që legjit sa është përdorur në rastin e Amerikës, është mirë që është naqë të punë prapë kena kallëtuar dhe kena të gjendje. Jo, na nuk paludojmë as që është mirë, as që është keq që nojnë, ata e dinë vetë a o mirë a o keq, por na përpojmë që prapë se prapë është janë informu njerëz. Është një rast, është një precedent i cili nuk është i përgjithshëm, është i izoluar, është ndërprerje dhe na vetëm për shembull më ju tregu që edhe pse është ndarë prapë se prapë sa është cënu siguria kombëtare në Amerikë në rastet e mbështatorit, por aty nuk u ndalin internet.
Aty nuk kam informata është ndarë interneti atë. Unë e di që është izolu krejt shteti, krejt është janë mbyll krejt kupit sa. Po bëhet që një paralizimi i shtetit në 3 shtylla drejtore të banka, administratat dhe ushtri, është më pak i rëndësishëm se sa emocionet e një grupi tjetër. Edhe Amerika kur janë bosur me kënë legislatorët ka pas shumë humbje ekonomike kur i kanë shëjt aeroportin. Po, ama ja vlen që ti me paralizu komplet shtetin tonë, me dëmtu edhe më shumë përveç sulmit, për shkak se po dëm i ruaj gjendjen emocionale të grupit personal. Nuk po them ruaj gjendjen emocionale, po kur gjendja emocionale ndikon në sigurinë kombëtare, atëherë normalisht për mbrojtjen e qytetarëve edhe duhet të izoluosh. Sipas kësaj do të atë aspektin si konkluzim, emocionet e disa personave mund të bëhen mjet për të qenë sigurinë kombëtare. Nëse ata janë shumë po, faleminderit. Jemi të mbledhur këto sot për të debatuar temën se qeveria duhet të ketë të drejtë të ndalë internetin në rastet kur cënohet siguria kombëtare. Atëherë, siç e depinoi pala afirmative dhe me argumentet të cilat ata ofruan, ne mendojmë se nuk arritën që të mbronin parë dhe të tregonin realisht se kur cënohet siguria kombëtare me rastet e tyre, duke ndalë internetin, atëherë realisht ne po e përmirësonin gjendjen. Bile përkundrazi ne mendojmë se në momentet kur ata thonin me ndalë internetin, gjendja vetëm po keqësohet. Pse po keqësohet gjendja është ajo për cilën unë do të flas në vazhdim. Pra, gjatë ndaljes së internetit ne treguam mjaft mirë se 3 shtyllat tuajse ndër kryesorët të shtetit në ditën e sotme, cilat komunikojnë përmes internetit, paralizohen. Si paralizohen këto shtylla? Për shembull, bankat, administratat publike dhe ushtria realisht janë shumë të ndërlidhura ngushtë me komunikimin me njëra tjetrën përmes internetit. Imagjinoni pasi të ketë ndodhur një sulm terrorist, duke dashur të ruajmë emocionet e qytetarëve tonë, të mos frustrohen dhe të mos dalin të shkaktojnë trazira në dhunë, t'ia ndalim internetin për shembull bazave të cilat komunikojnë, bazave ushtarake të cilat komunikojnë me zveti përmes internetit, duke na lënë të ekspozuar drejt për drejt nga një sulm të ardhshëm të mundshëm terrorist. Domethënë me ndaljen e internetit, ne jo që nuk po e rrisim sigurinë kombëtare, por realisht me dy duar tona, nëse mund të themi kështu, me vetdije të plot po e ulim nivelin e asaj, edhe po tregojmë se me troketin pas edhe jemi të pa duke ndalë internetin pa mbrojmë vendin tonë. Argumenti i tyre i parë i cili ishte domethënë për shkak se interneti është i pakontrollueshëm dhe për shkak se mundet me postu gjithkusht çka bën tallë në një situatë caktuar me nxehtë qytetar, atëherë edhe masa e madhe e nxehur e qytetarëve ku nuk ka me shkaktu trazira, kemi plot raste të ndryshme kur një masë e madhe e tifozëve të frustruar shkaktojnë trazira, rrahin madje edhe ka raste vdekje siç janë trazirat e tifozëve të Londrës vitet e 80-ta, domethënë ku realisht edhe ne ka plot raste të tjera kur masat e nxehura shkaktojnë trazira edhe nuk kanë asnjë lidhje me internetin. Domethënë nuk është se duke ndalë internetin ne i zbusim masat e nxehura dhe nuk është një shembull i drejtë për drejtë i cili mund të lidhet se ndalja e internetit i zbut masat dhe janë të plota aty në gjakun. Bile përkundrazi,
Le të mendojmë për një moment si një qytetar i një vendi ku interneti është ndalur pas një sulmi terrorist. Duke na mbajtur neve të pa informuar dhe duke dashur të na ruajë neve, ne kur vjen interneti do të shohim se realisht çka ka ndodhur, kena me qenë dy pjesë frustruar. Një me terroristë që na sulmuan neve, edhe pika e dytë kena me qenë frustruar me qeverinë kur të vrejmë se çfarë ndikimi të madh ata kanë jetën tonë, edhe çush ata po mund kanë realisht neve më na lënë me një terr informativ veç për më na rru gjakun neve. Kjo liri e tepruar, e cila mund të jepet domethënë një shteti, kjo liri e tepruar e cila mund të jepet qeverisë, siç treguam ande, mund të kesh përdoret shumë lehtë, edhe mund të përdoret në të ardhmen për zbutjen e gjakrave edhe të opozitës së tyre vetëm për ta ruajtur pushtetin, duke i bërë ata sa më komod. Për shembull të paralajmërojnë sulme terroriste, të themi se po ndalim internetin, paralajmërojnë trazirat e etnive të caktuara, po ndalim internetin se t'ia ruajnë gjakun popullit, duke drejt për drejt duke ndikuar në ruajtjen e karrikës së tyre. Atëherë argumenti i tyre i dytë ishte informimi në kohën e duhur. Bota në të cilën ne sot jetojmë na garanton se ne mund të shprehim diritë tona, ne mund të shprehim vlerëshëm mendimin tonë kur ne suma. Edhe ne duhet të informohemi realisht drejt për atë çka ndodh. Ata thanë se duhet ndalet interneti për shkak se është i pakontrollueshëm dhe gjithkush mund postojë gjithçka, e gjërat vërteta është pa vërteta, edhe se më lehtë ishte që të bëjë informimi në mes mediave, të cilat mund të kontrollohen dhe mos lihet me dalë informacioni. Domethënë me një farë forme qeveria e determinon se çka don populli. Kjo po na shpjell në një periudhë të njerëzimit që është komunizmi, duke na thënë se ju nuk e dini çka doni për juve, por ne jemi ata të cilët e dinë çka doni ju, dhe duke na lënë neve në një farë forme duar bosht me lirinë tonë më të madhe që është liria e shprehjes së mendimit. Nuk ka rëndësi sa i nxehur jam unë për atë. Unë duhet ta shpreh mendimin tim vlerëshëm dhe kjo është e garantuar me çdo të drejtë. Domethënë nuk është një argument i mirë që të themi se duhet i kontrollojmë mediat në çaste të caktuara për shkak se mund të shkaktojnë trazirat të masave e gjëra të tilla, sepse thjesht po themi në komunizëm. Qeveria, shteti e din se ti çka dën, nuk je ti ai i cili vendos për veten tënde. Argumenti i tyre i tretë, i cili ishte qëllimi arsyeton mjetin, realisht këtu qëllimi nuk ekziston, nëse mund të themi kështu, se ne po tregojmë mjaft qartë se si me ndaljen e internetit, jo që kena me rrit sigurinë kombëtare, kena me bërë diçka në dobit sigurisë kombëtare, po thjesht kena me paralizu shtetin totalisht, kena me paralizu shtyllat e tij, edhe thjesht kena me lënë veten shumë më shumë të ekspozum ndaj ndonjë sulmi të mundshëm të ardhshëm terrorist, dhe nuk është se ne do t'i shpëtojmë qytetarët tonë të mos dalin të nxehur, për këtë dokumenta mjaft qartë, domethënë shembullin i cili ishte se qytetarët nxehen edhe në raste të tjera dhe thjesht interneti nuk e mbron sigurinë. Ndalja e internetit nuk e mbron sigurinë kombëtare. Faleminderit shumë për fjalimin. Sipas jush, liria e shpresës është shumë e rëndësishme si jeta e njeriut dhe siguria kombëtare. Ne treguam se drejt ndalja e internetit nuk është se interneti realisht nuk e rrezikon jetën. Okej, domethënë liria e shpresës është më e rëndësishme se siguria. Interneti nuk është për rrezikim. Mirë, përderisa jeta e njerëzve bëhet për shembull në rast të protestave të Londrës, ka për raste kur ka vdekur njerëz gjatë atyre protestave të Londrës, rezultati një video që e pan në internet ku polici ushtroi dumë votore. Imagjinoni çka kish më ndodhur kur tash të sheh populli se ja kanë shetit informacion. Unë besoj se do të ishte dy fish nëse do ta ndalim internetin. Okej, faleminderit. Atëherë, për punën e tifozave të Londrës, që thashë, a jeni në djeni se tifozët e Londrës për shkak të problemeve që janë shkaktuar prej tifozëve të Londrës, tash është shumë i shumë numri i policëve. Po, domethënë ne tregojmë se nuk është që ja ul gjakun e nxehur. Domethënë gjithmonë duhet më konë një zgjidhje, një zgjidhje e cila e nal ose e cënon lirin e shprehjes kur kemi të bëjmë fjalë me sigurinë. Zgjidhje e cila e cënon lirin e shprehjes? Po, që klasë tifozat e Londrës, që e kanë zërë... Çështja është ajo që nuk është interneti ai mjeti i cili ndikon gjatë. Mirë, faleminderit. Është populli ai që zgjedh qeverinë. Domethënë qeverisë, faleminderit. Domethënë qeverisë bie ajo para për mirësinë e sigurinë e popullit.
raportul. Ok, mirë. Mirë, faleminderit. Është qeveria e cila për shembull në raste të jashtëzakonshme mundet me marrë dhe vendime të cilat na shtacionojnë sigurinë e lirinë e shprehjes. Po mendoj nuk është e arsyeshme me absolut lirinë e shprehjes. Kur të jetë populli në luftë për vetë, Luftën e shpall presidentin. domethënë dikush që është zgjedhur prej popullit. Po, parlamenti, domethënë që është përfaqësues po të shpall më dhe. Domethënë qeveria pas ka drejtë që në raste të jashtëzakonshme më marrë vendime të tilla. Po domethënë rasti i luftës është rast shumë ekstrem, kur e merr shumicën në parlament. Okej, thazohem në rast kur një person ka bënë një krim, atëherë është qeveria ajo e cila mundet për shembull në shërbim një cënu drejtën e jetës atë personi, për arsye se ka cënu siguri. Sistemi gjyqësor. Po domethënë që të raste e ka cënu drejtën e jetës e cila është shumë e rëndësishme se drejta e lirisë shprehjes për mirësinë e sigurisë. Ato janë senet përcaktuar me predispozita ligjore që do funksionojnë në gjykata, edhe mundoj. Okej, sa se kemi këtë faleminderit, sa se kemi këtë informativ edhe përmes kemi pa informim. Ata që gjatë asaj kohe nuk ka punu televizione. Po domethënë në fakt se ka me punu televizioni i kontrolluar nga qeveria, duke i lënë dorë të tjerë që të na shtrembrojnë. Çka ka keqen nëse televizioni për kontrollohet për video? Ka se liria e shprehjes është domethënë absolute e garantuar për çdo kënd. Okej, faleminderit. Përshëndetje, nga iniciativën e cilësinë e afirmativitetit dhe këmbëderë për të ndur të animin të vërtet afirmative. Sa përket kërkesave që ne si afirmative kemi selecuar